në këtë edicion do të ndiqni. Gjykata themelore në Prishtinë ka lëshuar urdhër arrest ndaj serbëve që vranë 106 civil, shqiptar në Gjakov dhe ke shtrajtuan 300 të tjerë. Kanalizimi i dëmtuar në rrugën Yll Kadomi, shqetësim për banorët. Vullnetaret e kryqit të Kush në Gjakov me balona të bardhë solidarizohen me familjet e të pagjeturve. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special ka lëshuar urdhër arrest për serbë të cilët kanë vrarë civilët shqiptar te ura e Taliqit, por edhe në lokacione të tjera, Agron Binaku dhe Petri Tregja kanë rrëfyer historinë që paramilitarët serb u shkaktuan familjarëve të tyre. Me 7, 8, 9 dhe 10 maj të vitit 1999, Gjakova kishte përjetuar të merrin e luftës. Forcat policore paramilitare serbe vranë civil shqiptar në qytet, madje dhe dogjën shtëpitë e tyre. Me 7 maj të vitit 1999, te vendi i quajtur Ura Taliqit në 2 rrugë të ndryshme, ku ende shihen edhe gjurmët e plumbave, forcat serbe kishin ekzekutuar civil në Gjakov. Agron Binaku kujton ditën kur serbët ja kishin vrarë baban dhe bashkëqytetarët e tij të Gjakovës. Grupin tjetër e kanë fut në rrugën e Dashit aty, do më thonë, ma afër u kone rrugë dhe ka fillu pushkatimi në atë rrugë aty, për drogi i ka thonë, dil për i renit, edhe i ka gjujt mas pari në kom, me Kalashnikov, me pastaj i ka ra në trup dhe Agimi ka vdek. I kanë thonë, masana i kanë thonë, Astrid Regjës edhe Lulzim Jakës me marrë Agimin ashtu të vrarë e me fut në shtëpinë ku ishtë tu kall aty. Ku kanë marrë ata edhe junia aty e kanë shti, po i ka gjujt edhe ata dut për dragi. Po këtë ditë edhe Petri Tregja me shumë banor të Gjakovës ishte deportuar dhe serbët i kishin rrëmbyer vëllain e tij Astridin. Me datën 7 maj ishin sa fillun luftimet. Dikon në orën 9 me mëngjes ka fillu deri në orën në faktikisht kanë 2-3 ditë kanë zgat, po ajo shka u konë ma madhe, u konë deka ora 6. Atëherë na imi dal, se qëllume në midis luftimeve, imi dal me familje me krejt. Këtu të Ura Taliqit bashkë këtu kanë fillu të i nalë, të i da për familjeve, aty ish vllavi im. Me gjithë mahallës të rrugës jonë, ishin dikon 26 dikon. Pia se di si i kanë nda, mas dikur që i kanë pru eshnat, i në borë rivarrimi, po këta dorasit nuk jënë zonë. E sot për disa nga serbët që dyshohet që kanë marrë pjesë në krimin ndaj 106 shqiptarëve në Gjakov me 7 deri me 10 maj 1999, gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special ka lëshuar urdhër arrest në të cilën përmenden dhe krimet e bërë te Ura Taliqit. Është tepër vunune, po mirë po, edhe nuk është e vunune, po pse se duhet mu kap edhe mu denu se me ditë se ka ndodhë gjenocid, jo vetëm qytetin e Gjakovës, po në krejt në barë Kosovën. Duhet mu denu dikush. Po, vendodhjen unë edhe vendodhjen ja di, me mguaj mu nëse e shë kitë intervjist timen, unë i kisha thonë ma një dërzohë, edhe kalzon krejt qysh për kaj i ki marrë urnat e asi. Është e mirë se arme për këtë akuz, pak me vones, po ma mirë vonë, se ish jemi të lumëtën që e kanë bo këtë akuz. Presim sa ma shpet mi zonë këta me u denu, mi marë dënimin e merituar. Në këtë akt akuz, paramilitarët serb akuzon se të vendi i quajtur Ura Taliqit në Gjakov, por edhe në lokacione tjera në periudat kohore 1998-99 kanë rrëmbyer trupat e civilëve shqiptar të vrarë dhe i kanë dërguar në Batajnicë.
Në listën e personave të cilëve gjykata themelore në Prishtinë u ka lëshuar urdhër arrest, gjendet edhe Milan Radojqiqi. Urdhër arresti është lëshuar me datë 15 prill 2025, pas kërkesës së prokurorisë speciale të datës 27 mars 2025. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special ka lëshuar urdhër arrest ndaj terroristit Milan Radojqiq dhe 19 serbëve të tjerë të dyshuar për krime lufte kundër popullsisë civile shqiptare në Gjakov gjatë viteve 1998-1999. Afrim Caka thot se Milan Radojqiq me paramilitar tjerë serbo-malazez në maj të vitit 1999 në Gjakov kishin keq trajtuar e vrarë me dhjetrat civil shqiptar. Unë mendoj që se çdo vrasje në Gjakov, qoftë individuale edhe në shumicë, është shumë krim, domethënë, edhe ka pas shumë krime tjera që ka qenë të mëshme, duke filluar nga 24 marsi që u dogjën mbi 4000 shtëpi, edhe që u vranë shumë fëmijë, domethënë në Gjakov. Prandaj të gjithë ishin kriminalë serial, të cilin gjatë gjithë luftës emrat e tyre i kishin ndesh në gjatë luftës në Gjakov. Do të thënë të janë kriminella serial, do të thënë kriminella që kanë plaçki, dje, kanë vrarë, kanë dhënu edhe kanë bastis, do thotë. Dhe më me thonë një fjalë, Gjakova ishte toka djegur. Sipas Afrim Cakës, aktakuza dhe dëshmit për Radojqiqin dhe serbët që kanë bërë krime në Gjakov janë dhënë prej kohësh, por asnjëherë shteti i Kosovës nuk kishte ngritur aktakuzë deri më sot. Rastin Radojqiqit e kam paraqitur para 17 vjetë, 16-17 vjetë. Në kryeministri që ai të arrestuar për vrasjen e 56 vetëve. E them edhe herë për vrasjen e 56 vetëve që në rrugën tonë, do thotë në rrugën Bramësurën dhe rrugën Qabrati, 10 majnor të parë të mëngjesit. Do të thotë ka edhe të tjerë aty që ishin mesin e Radojqiqit që kanë marrë pjesë në krime me 7 maj dhe pjesa dërmuese aty në kriminalëve serbo-malazez, të cilë krime më të mëdha kanë bërë malazez, ta duam i ditë gjithë. Edhe Radojqiqi ishte malazez. Urdhër arresti është lëshuar me datën 15 prill 2025, pas kërkesës së prokurorisë speciale të datës 27 mars 2025. Kjo aktakuzë e ngarkon Milan Radojqiqin dhe paramilitarët serbë se përveç vrasjeve, ata me 1998-1999 kanë plaçkitur dhe keq trajtuar dhe 100 civil shqiptar nga Gjakova. Një problem infrastrukturor në rrugën Yll Kadomi është bërë shqetësim i vazhdueshëm për banorët. Prapa kamerës ata kanë pohuar se kanalizimi u dëmtua, shkaku i hapjes së një grope nga kompania e cila aktualisht është duke kryer punimet në një objekt banesor në këtë zonë. Jemi në rrugën Yll Kadomi, siç po shihet edhe kanalizimi e cila është dëmtuar nga një kompani gjatë hapjes së një grope dhe është lënë në këtë gjendje të papërfunduar. Banorët shprehen shqetësimin e tyre se kjo situatë jo vetëm që pengon lëvizjen normale, por edhe kundërmon erë të keqe. Banorët prapa kamerave u shprehen të shqetësuar pasi kjo situatë pengon lëvizjen e lirë. Kjo pasi gropa hapur dhe dëmtimi i rrugës po shkaktojnë dëme si për këmbësorët, ashtu edhe për automjetet që qarkullojnë në këtë pjesë. Krahas problemit infrastrukturor, banorët thonë se problem tjetër shqetësues nga kjo grop me kanalizim të dëmtuar është edhe kundërmimi i erës, që po përhapet në gjithë zonën. Kjo vjen si pasojë e punimeve nga një kompani që po ndërton objekt banesor. Qytetarët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që të ndërhyjnë te kompania që kryen punimet, që ato të përfundojnë sa më shpejt dhe pastaj të sigurojnë banorët që rruga të rikthehet në gjendje normale, duke mos lënë punime të hapura dhe të rrezikshme për qytetarët. Me probleme infrastrukturore janë duke u përballur edhe banorët e rrugës Lek Dugaxhini. Ata thonë se disa prerje të vazhdueshme në asfaltin e rrugës po vështirësojnë qarkullimin e përditshëm. Jemi në lagjen Dardani, pikërisht në rrugën Lek Dugaxhini, ku siç po shihet prerja e asfaltit nga një kompani punuese, gjatë prerjes dhe shpërndarjes së disa kablove elektrike, ka shkaktuar shqetësim edhe tek banorët. Banorët kanë kërkuar ndërhyrje urgjente për riparimin e asfaltit dhe marrjen e masave të duhura që të parandalohet përsëritja e situatave të tilla në të ardhmen.
Ata theksojnë se mungesa kujdesit dhe përgjegjësisë në realizimin e punimeve publike po ndikon drejt për drejt në jetën e tyre të përditshme. Njëri nga banorët, Zymer Shala, u shpreh i shqetësuar për këtë situatë, duke thënë se dëmtimet e rrugës në këtë zonë janë të shpeshta. Kjo është shumë se ata që marrin të nderin, ata duhet me kry punën. Ata që e japin të nderin, duhet me lip llogari për atyre që kanë kry punën këto. Jo me lënë çështë që rrugë. Këto kanale kësaj dhe sa kërë prishit e bjen tjetër me motor, vjet tjetër invalid me koli, çka ka me dalë. Ai nuk ka shkon. Medium Ynë ka raportuar disa herë për problemet e ngjashme në rrugët e qytetit të Gjakovës, ndërsa banorët mbeten në pritje të një reagimi konkret dhe të shpejtë nga autoritetet komunale dhe kompania që ka kryer punimet. Shkollat e mesme të larta në qytet sot janë rikthyer praporari të orës mësimore prej 40 minutash, edhe pse gjatë javës së shkuar u tentua që bashkë me shkollat e mesme të ulta, ora mësimore të jetë 45 minuta. Në shkollat e mesme të larta, ky vendim nuk u realizua, shkak transporti dhe infrastruktura shkollore, sidomos në shkollat profesionale. Në të gjitha shkollat e mesme të ulta në komunën e Gjakovës, ora mësimore është duke u realizuar 45 minuta. Ky vendim do të vlejë deri në përfundim të vitit shkollor 2024-2025. Mirë po njëjtë nuk është duke ndodhur në shkollat e mesme të larta, sepse në këto institucione nxënësit sot janë kthyer orës mësimore prej 40 minutash. Nga Drejtoria e Arsimit në Gjakovë bëjnë të ditur se janë disa faktorë të cilët kanë ndikuar që të vazhdohet me orarin prej 40 minutash. Në shkollat profesionale i kanë nga 32 orë në javë dhe domosdoshmërisht mbajnë edhe orën në 7. Atëherë ishte e pamundur që nxënësit të ndërimit të pasditës të përfundojnë mësimin në orën 20:25 minuta. Gjithashtu nga Drejtoria Komunale e Arsimit bëjnë të ditur se infrastruktura shkollore aktuale e pamundësonte një zhvendosje të mësimit vetëm në një ndërim, duke shtuar këtu edhe problemet që mund t'i kenë nxënësit që udhëtojnë nga komuna tjera për të frekuentuar mësimin në shkollat e Gjakovës. Kujtojmë se viti shkollor 2024-2025 për maturantët përfundon me 15 maj, ndërsa nivelet e klasëve të 10 dhe 11 e përfundojnë me 15 qershor. Në Universitetin Femi Agani në Gjakovë sot është hapur panajiri i punës dhe karrierës për student. Rektori i Universitetit, Drilon Bunjaku, tha se panajiri është një mundësi e mirë për studentët që të njihen me tregun e punës. Në Universitetin Femi Agani në Gjakovë është mbajtur sot panajiri i punës dhe karrierës, në të cilën morin pjesë kompani të ndryshme private e publike në Gjakovë. Rektori i Universitetit Drilon Bunjaku tha se vazhdimisht jemi duke përkushtuar për kërkesat e studentëve në tregun e punës, si një mundësi mirë dhe për kompanitë prezente në panajir. Qëllimi fillimisht i këtij organizimi, apo ky organizim vjen si rezultat i bashkëpunimit të zyrës bashkëpunim ndërkombëtar, respektive zyrës karrierës edhe Gizit Gjerman, i cili na ka mbështetur në organizimin e këtij panajiri të punës dhe karrierës, i cili është një mundësi e artë për studentët e Universitetit Femi Agani në Gjakovë që të bëjnë ndërlidhjen ose të kryejnë ura të reja, ku do të mund të takojnë përfaqësues të kompanive të ndryshme, të ndërmarrësve, edhe njëherë të fillojnë atë bashkëpunimin qoftë të punës praktike profesionale apo të punësimeve afatgjatë. Ndërsa për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe projektet në Universitetin e Gjakovës, foli prorektoria profesoresha Nazli Tyfekçi. Roli i dikasterit për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe projekte në kuadër të universitetit tonë është shumë dimensional. Përveç themelimit dhe forcimit të bashkëpunimeve me institucione vendore dhe ndërkombëtare, brenda dhe jashtë vendit, nënkupton, synon gjithashtu të krijojë mundësi konkrete për zhvillimin profesional të studentëve tanë përmes organizimit të aktiviteteve që i lidhin ata me tregun e punës. I pranishëm në këtë panajir ishte edhe kryeshefi i kompanisë rajonale të mbetorinave Qabrati, Bear Ferizi, i cili është kryesues i bordit për ndërmarrësi dhe inovacion në Universitetin Femi Agani. Kompania jonë e cila beson fuqishëm në potencialin e rinisë dhe në fuqinë transformuese të bashkëpunimit ndërmjet akademisë,
dhe tregu të punës. Ne jemi këtu sot jo vetëm për të prezantuar veten si një mundësi karriere, por mbi të gjitha për të dëgjuar juve dhe për të kuptuar ëndrat, aftësitë dhe vizionin që keni për të ardhmen tuaja profesionale. Edhe studentët u panë të kënaqur me zhvillimet e panajirit si një mundësi e mirë për gjithë secilin. Për ne si student është një mundësi e mirë, sepse shumë biznese të ndryshme janë prezantuar dhe kanë treguar për mundësi që ata mund të na dhurojnë neve si student, pse jo është një mundësi edhe të studiojmë, por edhe të punojmë. Panajiri sotëm është mbështetur nga gici gjerman dhe i njëjti synon të bëhet tradicional. Balona të bardhë u lëshuan të lirë sot në qiellin e kaltërt në parkun e qytetit nga anëtarët e Kryqit të Kuq në Gjakov. Ky aktivitet u mbaj si një simbol në kuadër të ditës kombëtare të personave të pagjetur. Një aktivitet simbolik për të kujtuar të gjithë personat e pagjetur e ka shënuar sot organizata e Kryqit të Kuq në Gjakov. Balona të bardhë u lëshuan në hapësirë, një simbol i shpresës dhe kujtimit për ata që ende nuk janë gjetur në kuadër të shënimit të ditës kombëtare të personave të pagjetur. Sekretarja e Kryqit të Kuq në Gjakov, Flanza Bakialama, tha se aktivitetet të tilla në shërbim të komunitetit na motivojnë që të punojmë edhe më shumë. Unë edhe kam thënë edhe them prap që Kryqi Kuq ka punë shumë, ka programe shumë, po punën që bëjmë me dashnin më të madhe janë realizimi i projekteve me familjarë të pagjetur, me familjarë të personave të pagjetur, e cak i veçantë janë gratë kryefamiljare. Këto janë një motiv për punë për ne, se këto çfarë dashnie na dhurojnë neve, pavarësisht prej dhimbjeve që kanë, me ne janë shumë të dashtuna, shumë të afërta, edhe këto na motivojmë që na të punojmë dhe të vazhdojmë punën tonë. Ndërsa Migena Arlati vuri theksin të afërsia se si gjithmonë anëtarët të Kryqit të Kuq janë solidarizuar me dhimbjen e familjarëve të personave të pagjetur. Sigurisht se familjarët janë ata që kanë më të vështirë, por Kryqi i Kuq i Kosovës, dega në Gjakov, gjithmonë i kanë ndetur pranë çështjes së ndarjes së dhimbjes së përbashkët. Nuk ka pasur fshat, sikurse edhe nuk ka pasur lagje pëllëm të Gjakovës që nuk ka qenë e prekur nga dora vrasëse e ushtarëve dhe paramilitarëve serb, prandaj këtu kudo ku ta hedhësh vështrimin do të gjesh familje të cilat ende vuajnë dhe ende kërkojnë. Kjo ende vuajnë do të jetë e përjetshme derisa ne të jemi ata që i përkujtojmë ditët e trishta të pranverës dhe verës së 99-s. Institucionet asnjëherë nuk duhet të ndalojnë të zgjidhin çështjen e personave të pagjetur, tha ndër të tjera kryesuesja e Kuvendit Komunal në Gjakov, Arbnesha Kuqi. Fakti që jemi mbledh me kujtu ditën ndërkombëtare të pagjetur nuk do të thotë që do të rreshtim ose do të ndalojmë çdo ditë deri në emrin e fundit me kërku drejtësi, dhe secili emën i njerëzve tonë që janë të pagjetur është thellë i ngulitën në ndërgjegjen tonë. Familjeve të personave të pagjetur gjithmonë duhet qëndruar afër, sepse ashtu u lehtësohet dhimbja atyre, tha Luljeta Sharani. Për këtë iniciativë zonja Flanza Bakialama, e cila nuk heziton asnjëherë të na le anash, gjithnjë e kemi mbështetjen dhe përkrahjen e saj. Me gjithë dhembjen që e kemi si që të ceki mundohemi mos të rrijim edhe në pak ca më të gëzueshme, ani pse dhembja është shumë e madhe, mirë po për mos me qenë këta larg nesh, të na përkrahin, të na mbështetin, na mundohemi sa më shumë të jemi edhe në afër Flanzës. Falenderojmë Kryqin e Kuq ndërkombëtar, dega në Gjakov, dhe falenderoj shumë Flanza Bakialama me gjithë stafin e mrekullueshëm që ka, që gjithnjë na merr me projekte të ndryshme, na fton, na bashkon, na lë së bashku tas pak a shumë në momentet e në ato qaste kur jemi së bashku na kalojmë më mirë dhe mundohem pak a shumë me zbutë dhembjen. Mirë po dhembja është e pashuar. Kjo ditë ndërkombëtare 27 prilli
ka plagë të mëdha. Urojmë që sa më shpejt të zbardhet fati i të pagjeturve dhe urojmë, siç kërkojmë drejtësi, se i vetmi ngushëllim për ne familjarët është drejtësia. Përmes aktiviteteve të tilla, Kryqi i Kuq ka kërkuar që shoqëria të mos harrojë asnjëherë që çështja e personave të pagjetur duhet të gjejë zgjidhje institucionale. Në guxon të lihet e vetmuar. Ta mbështesim njëri tjetrin. Personat që janë alergjik në polene duhet të janë shumë të kujdesshëm në alergji testinës. Doktoresha Leonora Hana Leshi thotë se tani jemi në kohën e poleneve të barishteve dhe kujdesi duhet të jetë i madh. Me fillimin e pranverës, rritet edhe prezenca poleneve në ajër. Zakonisht në gjysmën e prillit fillojnë të shfaqen polenet e barishteve. Kjo ndodh varësisht nga koha polenizimit, kështu bëri të ditur alergologe Leonora Hana Leshi. Shkaktarët më të shpesht janë polenet, tani veç gati kemi filluar të hymë në sezonën e poleneve, zakonisht në gjysma e prillit konsiderohet që është koha kur fillojnë polenet e barishteve. Ndërsa më parë kanë filluar në gjysmën e dhjetorit me një prezencë shumë të ulët, në janar, në shkurt, më tepër janë prezente edhe polenet e dryve të lartë, sepse varësisht nga koha polenizimit, do të thonë polenet të ndahen në disa lloje, të shkurrëve, barishtave dhe dryve të lartë. Sekrecionet të hundës në alergji janë ujore dhe të tejdukshme, ndërsa në infeksione ato bëhen më të trasha dhe me ngjyrë më të errët, të verdh apo të gjelbër, tha alergologe Leshi. Zakonisht alergjitë dhe ftofjet mund të kenë simptoma të përbashkëta apo dhe shenjat të cilat i dallojnë. Gjithmonë reaksionet alergjike nuk përcjellen me ndryshime të temperaturës. Domethënë simptoma e para, përshëja i parë dallues është temperatura. Çdo ngritje e temperaturës gjithmonë na flet që është në pyetje ndonjë infekcion, virusal, bakterial apo e tjerë. Domethënë alergjia ka simptomat e njëjta si me rufen, për shembull, kemi të shtima të shpeshta, kemi bllokim hundësh, kemi rrjedhje hundësh. Dallimi është sepse tek alergjitë më së tepërmi rrjedhja është në formë të ujit, ujore, ndërsa tek infeksionet qaj sekret edhe fillon të troshet, edhe ka një ngjyrë më të mbyllët, të verdhë apo të gjelbërt. Ndërsa riniti alergjik mund të shfaqet që në moshën 2 vjeçare, në disa raste ai mund të komplikohet dhe të përfshijë edhe mukozën e sistemit të poshtëm respirator, duke quar në bronhit alergjik apo në raste më të rënda në astmë alergjike. Prandaj fëmijët ose pacientët me bronhit dhe astmë alergjike duhet të kenë kujdes të veçantë gjatë sezonit të poleneve. Përveç kësaj kemi edhe problemet shpeshherë, riniti alergjik mund të komplikohet kur përfshin edhe mukozat e sistemit të poshtëm respirator, mukozën e bronkeve, mund të komplikohet edhe me bronhitin alergjik apo shkolla më e rëndë e reaksioneve alergjike është edhe që përfshin sistemin respirator janë statuset astmatike. Shpeshherë kam rastis pacientë të cilët thonë i kam qit fëmijët në ambient të jashtëm, edhe me njëherë ka pas pengesa në frymarrje si ngulfatje. Do me thënë, gjithë pacientët të cilët janë me bronhit dhe astmë alergjike, gjithmonë flasin për ata të cilët janë me një simptomatologji më të rëndë dhe mund të rëndohen si gjendje patologjike e pacientit, të kenë kujdes, nëse janë alergjik në polene, mos t'i qesin në ambiente, se sa mendojnë që do ju bëjnë mirë fëmijëve, duke i qitë në ambient të jashtëm, më tepër mund t'ju shkaktojnë edhe dëme, sepse një gjendje e rëndë e bronhitit, përkesimit të bronhitit, apo një gjendje e krizës astmatike është një gjendje e rëndë ku duhet të intervenohet me njëherë me ilaçe të cilat i bart pacienti, apo duhet me njëherë të paraqitet në një institucion shëndetësor më të afërt për të vlerësuar së pari ato pengesa në frymarrje a janë të lehta apo janë të rënda, sepse tek alergjit, rritet pulsi, rriten të rrahurat e zemrës, edhe bie tensioni, edhe frymarrja është e vështirësuar. Edhe ka raste pacientë të cilët pas një krize astmatike mund të jenë në gjendje shumë të rëndë që duhet edhe hospitalizim i atyre pacientëve. Përderisa sezoni poleneve shënon një periudhë sfiduese për personat me alergji, njohja e hershme e simptomave dhe dallimi i tyre nga infeksionet është thelbësor për trajtimin e duhur. Para se të ndahemi, sjellim edhe një njoftim. Ka ndëruar jetë Suad Muhaxhiri, i cili gjithë jetën ja kushtoi gastronomisë. Muhaxhiri do të mbahet në mend si ikona e gastronomisë gjakovare, e si njeri i dashur, i buzëqeshur e si adhurues i leximit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim.
Dita e sotme është karakterizuar nga moti ndryshueshëm me temperaturat që kanë lëvizur nga 6 deri në 20 gradë Celsius. Për nesër, temperaturat do lëvizin nga 6 deri në 22 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Dita e mërkurë do të karakterizohet nga moti me diell me temperatura që do të variojnë nga 9 deri në 24 gradë Celsius. Ditën e enjte pritet të jetë mot me diell me vranësira me temperatura që do të lëvizin nga 11 deri në 25 gradë Celsius. Edhe për të premton parashihet mot me diell kohë pas kohe me vranësira me temperatura që do variojnë nga 9 deri në 25 gradë Celsius. Moti vranët e me diell parashihet gjatë së shtunës, shoqëruar me temperatura nga 11 deri në 24 gradë Celsius. Për të dielën parashihet mot me diell e vranësira me temperatura që do të variojnë nga 12 deri në 27 gradë Celsius. Para se të ndami, të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata themelore në Prishtinë ka lëshuar urdhër arrest ndaj serbëve që vranë 106 civil, shqiptar në Gjakov dhe ke shtrajtuan 300 të tjerë. Kanalizimi i dëmtuar në rrugën Yll Kadomi, shqetësim për banorët. Vullnetaret e kryqit të Kush në Gjakov me balona të bardhë solidarizohen me familjet e të pagjeturve. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.